بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, çëm salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Elhamdulillah, jemi ende në surën Sad dhe folëm herën e shkuar rreth ngjarjes që ndodhi me profetin Allahut Daudin alayhis salam dhe faktin se ai gaboi diku në gjykim mes dy kundërshtarëve dhe Allahu subhanahu wa taala pra e vuri në provë dhe menjëherë u pendua tek Zoti subhanahu wa taala. Folëm herën e shkuar dhe folëm madje gjerësisht rreth israeliatëve dhe tham që israeliatët jo gjithmonë tregohen. Madje ka raste në të cilat, duke qenë se ata kanë shndruar se kanë transformuar librat e tyre, shpesh sjellin dhe histori të cilat ulin figurën e profetëve dhe ka shumë të tilla në librat e tyre. Ndërto ishte edhe ajo që përmendëm herën e shkuar Daudit alayhis salam ose Davidit si e quani. Pra thamë që nuk besohen të tilla histori, sepse ato jo një profet nuk i ka të tilla cilësi të ulta. Por edhe një besimtar i mirë, ose një besimtar i thjesht nuk guxon që t'i bëjë të tilla, domethënë tradhëtira ose të tilla intriga, siç pretendojnë ata se i kanë bërë shumë Daudi alayhis salam apo dikush tjetër. Allahu musta'an. Pra folëm për këtë, gjithashtu tham që Allahu subhanahu wa taala e vuri në provë Daudin alayhis salam dhe ai u pendua menjëherë dhe tham që sa e rëndësishme është pendimi i menjëhershëm nga gjunahu. Pra nga gabimi, menjëherë sa herë që gabon, duhet më një herë të kthehesh dhe të pendohesh, të mos presësh një kohë caktuar, siç më bën dikush, se do të bëj një haxh këtë vit, ose do të bëj një umre, ose do të shkoj ditën e xumë, ose. Jo, pendimi duhet i menjëhershëm. Sa herë që njeriu kupton që ka gabuar, më një herë pendohet dhe ktheu tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse ti nuk e di se kur të vjen exheli. Prandaj duhet pendimi menjëhershëm dhe normal. Ai që pendohet është i lloji si ai që nuk ka gjuna. Pra i fshihet gjunahu dhe kthehet përsëri tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe sikurse edhe në ajetin që folëm herën e shkuar, Allahu xhelesha më një herë pas kësaj. Fa ghafarna lah. Dhe ne ja falëm gjunahun. Wa innahu indana la zulfa wa husn ma'ab. Dhe ai tek ne do të jetë i zgjedhur. Pra edhe pse e gaboi, ai do të jetë i zgjedhur. Dhe kjo hedh poshtë në fakt mendimin e shumë njerëzve që ai që bën gabime, faje të mëdha tek Zoti xheleshanu, edhe nëse e fal Zoti nuk mund të kthehet në nivelin që ishte më përpara, pra në nivelin e të afruarve të Zotit. Nuk është e vërtetë. Edhe nëse gabon njeriu, çfarë do lloj gabimi të madh të bëj? Subhanallahu, kurse si të mos mendoj që nuk do kthehet më në nivelin, do të jetë më poshtë, jo as pak, madje mund të bëhet edhe më mirë. Dhe shpesh ndodh që për shkak të gjunafit, për shkak të një gjunafi që mund të bëj robi, mund të mbushet zemra e tij me për ulësi për Allahun subhanahu wa taala. Mund mbushet zemra e tij domethënë për me nënshtrim ndaj Allahut xhaleshan. Dhe kjo bëhet shkak që të hyjë në xhenet. Dhe të lartësohet, të shtohen punët e tij të mira, të cilat ndoshta nëse nuk do ta bënte atë gabim, mbase edhe mund të mos intensifikoheshin punët e mira që do të bënte ky njeri. Pra asnjëherë mos mendoj njeriu që nëse ka gabuar nuk kthehesh në gjendjen e afruar tek Zoti. Jo vallahi. Shumë, domethënë nga njerëzit më të zgjedhur të këtij umeti që ishin sahabët, a nuk ishin fëmijë idhujtarësh? A nuk ishin vetë njerëz idhujtarë, të cilët ishin, domethënë, gabimtarë të mëdhenj. E megjithatë, elhamdulillah penduan dhe u kthyen tek Allahu subhanahu wa taala dhe i zgjodhi Zoti xhelesha. Edhe sot do të flasim në këtë jetin që vijon, që përsëri Allahu subhanahu wa taala i drejtohet Daudit alayhis salam, dhe ky është një urdhër dhe ka mësime në këtë jet për gjithë ne. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ja Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. O Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë. Prandaj, gjyko me drejtësi mes njerëzve dhe mos shko pas dëshirave. E kështu të devijosh prej rrugës së Allahut. Ata që largohen nga rruga e Allahut i pret një dënim i rënd për shkak se harrojnë ditën e llogarisë. Ky është ajeti që do të qëndrojmë sot. E para, qëndrojmë tek pjesa e hapjes së këtij ajeti: O Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë. Cili është ai që e jep sundimin, mbretërimin, pushtetin, pasurinë? Është Allahu subhanahu wa taala.
Një ajet tjetër në Kur'an ku thot Allahu xhallahu xhanu: "Qul Allahumma malikul mulk, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha." O Zot, ti je pronari i pasurisë, sundimit, mbretërimit. Ti ja jep mbretërimin, sundimin, pasurinë atij që do dhe e privon nga kjo atë që do. O tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ti e krenaron, e lartëson atë që do dhe e poshtëron atë që do. Bijedike l-khair. Në dorën tënde është e gjithë e mira. Ti je i plot pushtetshëm për gjithçka. Pra Allahu xhaleshanu vendos me vullnetin e tij, me dijen e tij, me urtësinë e tij, kujt ja jep dhe kë privon nga pushteti dhe sundimi dhe pasuria dhe mbretërimi. Kjo mos kujtoni se jepet me domosdoshmë për të nderuar dikë. Pra dhënia e pushtetit, ashtu si dhe dhënia e pasurisë ose privimi nga ato, nuk janë në vetvete kriter për të dalluar ose për të treguar nderimin atij që i jepet, por se janë sprovë në të gjitha situatat. Pra atij që i jepet pushteti o vëllezërit e mi, të mos mendoj se ai është i zgjedhur tashmë, edhe është i privuar, është i privilegjuar, më fal, dhe i zgjedhur mbi të gjithë të tjerët me faktin që ka marrë pushtet. E ta ndjej veten të lumtur se fitoi. Siç festojnë zgjedhjet, fituam zgjedhjet. E bukur është se këta i marrin dhe në mënyrë zullumqarësh, nuk i marrin as me të drejtë. Edhe nuk është se meritojnë se janë më të mirët ose janë ata që vërtet e meritojnë që t'u jepet. Fakti që i ka lejuar Zoti xhaleshanu që ta marrin pushtetin, të mos mendojnë se janë të privilegjuarit dhe të zgjedhurit, dhe janë të lumtur, dhe jetojnë të lumtur 4 vjet, dhe të jenë të pasur, dhe të jenë të punësuar ata dhe të dashurit e tyre. Vallahi është sprovë nga Allahu xhaleshanu. Dhe nga sprovat më të forta që sprovohet robi, dhënia e pushtetit. Prandaj dhënia e pushtetit, si thot Allahu subhanahu wa taala, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ne të kemi vendosur. Është Allahu që e ka vendosur, po vërtet. Po ta dish që ajo peshë e madhe që të ka vendosur Zoti mbi qaf, është aq e frikshme o vëllezërit e mi, sa njeriu nëse do ta dinte, nuk do t'i afrohej, pushtetit për ta marrë. Prandaj dhe në Islam në fakt, subhanallahu është rregull. Nuk i jepet pushteti atij që e kërkon me ngulm. Atij që kërkon me ngulm, atij që e synon ta marrë pushtetin, ta marrë se s'bën pushtetin apo kupton? Këtij nuk jepet pushteti. Është rregull ose është princip të paktën në Islam. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam shpeshherë këshillonte shokët e tij që mos e merr, sepse kjo të qanurit udhëheqës domethënë është peshë e rëndë dhe ankth dhe stres i madh, por e mund të jetë poshtërim ditën e gjykimit. Sepse të gjykuarit me drejtësi është i lidhur me shumë çështje. Me shumë çështje vëllezërit e mi. Pra, nëse Allahu ka zgjedhur, siç do të vi pasaj vazhdimi i ajetit, ne të kemi bërë halife në tokë, është Allahu që të vendosi. Dhe mos kujto se të vendos Allahu subhanahu wa taala, domthonë pa qëllim. Të ka vënë në provë, ka dhënë një peshë të madhe. Si thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, i thoshte Ebu Dherrit: "O Ebu Dherr, të dua për hir të Zotit, të dua fort. Dhe dua të mirën si për veten time." Profeti sallallahu alaihi wasallam. Mos u bëj udhëheqës mes dy vetave. Mos gjyko, që të bëhesh ti domethënë ai prisi i tyre, ose të gjykosh mes tyre thot, dhe mos merr përsipër të jesh kujdestar për jetim. Mos e merr të përgjegjësi. Domethënë, pse se i kërkonte ose dikush i kërkonte udhëheqësinë të jetë udhëheqës i një populli. E këshillonte, nuk është kjo punë. Madje e këshillonte që kjo është peshë e madhe. Dhe kërkon domethënë një përgatitje shumë të fortë, edhe një lloj personaliteti që ta ketë ky person që të jetë udhëheqës. Pra nuk është thjesht, nuk është prestigj. Nuk është problemi që të kanë vënë atij që të marrësh një rrogë dhe të vjedhësh, megjithëse sot Allahu mostan. Me sa duket, ky është kriteri. Domethënë duhet pse s'bën të vazhdojmë ta marrim sepse kemi gjithë ato ofiqe që kemi vendosur dhe vështirë se mund të heqin dorë. Po se kuptojnë të shkretës se janë në llumin më të thellë. Allahu na ruaj. Nëse Allahu na ruaj, na mëshiroj. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala pra në këtë ajet, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, që të gjykosh me drejtësi çështjet fetare dhe çështjet e zakonshme të dynjas. Subhanallahu, atë që ka vendosur Zoti mbi një popull, Allahu akbar. Çfarë përgjegjësie ka ky Zoti? Sepse ka vendosur për çfarë? Që të gjykojë me drejtësi në çështjet e besimit mes krijesave të Zotit, që ky të kujdeset për njerëzit dhe për popullin, edhe në çështjet e dynjas.
Pra udhëheqësi s'ka vendosur Zoti në tokë, i ka vendosur për të çështje dhe do pyetet se s'bën. Çfarë mendon ti se do bëj Zoti me këta njerëz që jo vetëm që nuk ndihmojnë që të rregullohet marrëdhënia mes njerëzve dhe Zotit, po ata prishin marrëdhënien mes njerëzve dhe Zotit. Prishin objektet e kultit, i rënojnë ato jo domosdoshmërisht fizikisht, i rënojnë me mënyra të ndryshme, i hynë në hakun e tyre, ju marrin hakun që u takon, nuk i lejojnë përhapin lloj-lloj poshtërsirash në shoqëri, mashtrimin, zullumin, vjedhjen, pabesin dhe i hynë në hak njerëzve. Si mendoni se do të jetë gjendja e tyre? Allah i ka vendosur për çfarë? Që të gjykosh mes njerëzve për çështjet fetare dhe për çështjet e tyre të dynjas. Kjo është porosia e Allahut të lartësuar për të gjithë udhëheqësit. Prandaj një udhëheqës që vendosen mbi një popull e ka detyrë që të udhëheqë mes tyre me ligjin e Allahut xhaleshan. Ai që nuk udhëheq me ligjin e Zotit, ai njeri është në rrezik të madh. Zoti e ka quajtur në Kur'an: "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Me 3 përshkrime ka përshkruar Zoti, njëri më keq se tjetri. Ata që gjykojnë me ligjin e Allahut, ata janë mohues, qafir, nëse e hedhin gjykimin e Allahut, nuk e besojnë gjykimin e Allahut, ose mendojnë se me çdo lloj gjykimi tjetër mund të gjykosh mes njerëzve dhe mund të udhëheqësh. Nëse mendojnë që ka dhe ligj tjetër që meriton, është i barabartë me ligjin e Zotit, ke bërë kufër. Nëse mendojnë se lejohet, pra lejohet, s'ka problem, edhe mund të gjykosh me një tjetër, ke bërë kufër. Nëse mendojnë që është më i mirë akoma, siç pretendojnë mohuesit e sotëm, që vendosin ligje që bien subhanallahu ndesh madje edhe me shumicën e popullit. Bien ndesh edhe imponojnë njerëzve pislaqet e plerave dhe kazanëve të tyre. Ka njerëz ta dinë se nuk po gjykojnë me ligjin e Allahut, madje po e luftojnë ligjin e Allahut. Dhe këta janë mohues. Ose ajeti tjetër, ata janë zullumqtar, të padrejtë. Pra, si janë të padrejtë, sepse çdo kush që gjykon jo me ligjin e Allahut, do gjykojë padrejtësisht. Ai që gjykon jo me ligjin e Zotit, gjykon padrejtësisht. Në asnjë nga fushat e jetës nuk gjykohet me ligjin e Allahut xhaleshan. I kanë hequr pas shpinën, i kanë flakur. Dhe mendon se Allahu xhaleshan do t'i jap këtyre njerëzve, vallahi këta njerëz do ta marrin vesh aty. Dhe ata që i mbështesin ata. Sepse mos kujtoni se është e thjesht ngritja një kartoni. Thjesht nuk të shikon njeriu, ngritja një kartoni. Sidomos atyre që janë musliman, kanë vajtur me pretendimin për të rregulluar, për të përmirësuar, për të rregulluar. Edhe ngren kartonin fshehur razi. Wallahi domethënë Allahu musta'an. Elus Allahu të na mëshirojë. Këta janë pjesëmarrës në këtë zullum. Pra, që të gjykoj një udhëheqës që ka vendosur Zoti duhet të ketë dije fetare, duhet të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala, duhet të ketë pushtet dhe duhet të jetë i sigurt që në atë postë që është vendosur do të ketë mundësi që të zbatojë ligjin e Allahut xhaleshan. Nëse ai është i sigurt që në atë postë ku vajti ose në atë institucion, atë kuvend ku ka vajtur, nuk do të mund të bëjë dot gjë që gjykojë me ligjin e Allahut xhaleshan. Edhe as do të rregullojë ndonjë gjë që është për tu përmendur në një rregullim, të themi çfarë mund të rregullojë, ai atëherë do t'i largohet fare kësaj përgjegjësie. Mos e merr atë përgjegjësi. Se vallahi do të jetë përgjegjësi tek Allahu ditën e gjykimit. Kështu që kujdes, shumë kujdes. Muslimani ku merr pjesë, edhe kë mbështet, edhe ku t'i jep besimin, vallahi nuk është për të dhënë besimin këtyre njerëzve. Ta njerëz thjesht distancohu tek Allahu subhanahu wa taala. Bëjnë zullum, kanë rrëmbyer, kanë uzurpuar punën e tyre, le të vazhdojnë rrugën e tyre, ti vazhdo rrugën tënde. Mos u merr me ta. Largohu, distancohu. Kështu vëllezërit e mi, nëse ka vendosur Zoti xhaleshanu, duhet të kesh kujdes. Mos e prano, mos e merr atë përgjegjësi, nëse nuk i ke këllqet për ta mbajtur dhe për të vendosur drejtësinë. Ai ka vendosur si gjykues që ata të gjykojnë njerëzit me të vërtetën e shpallur prej tij dhe kurrësi të mos devijojnë prej saj. Dhe kështu të humbasin rrugën e drejtë, rrugën e Allahut xhaleshanu. Dhe humbja e rrugës dhe thot Zot na ruaj zjarri i xhehenemit. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, prandaj gjyko me drejtësi mes njerëzve. Fahkum bayna an-nasi bil haqq. Gjyko me drejtësi mes njerëzve. Gjyko mes tyre me drejtësi dhe barazi. Kjo është e mundur vetëm nëpërmjet diturisë së domosdoshme fetare. Ai njeriu i cili nuk është i përshtatshëm për të qenë udhëheqës i tillë, për të qenë përgjegjës për fen dhe dynjan e njerëzve, nëse ai njeriu nuk e ka këtë tagër, këtë aftësi, domethënë me të drejtë vetë dhe e merr këtë post. Vese
për të vjedhur, për të mbushur kënaqësitë dhe dëshirat e tij. Kështu që këta njerëz janë rrezik, o vëllezërit e mi. Allah na ruajt nga tilla rrëpira. Pra do të kesh domosdoshmëri dije fetare, dituri rreth realitetit dhe duke pasur fuqi për ta nxjerrë në pa të vërtetën dhe për ta vënë në vend atë. Edhe një herë po e përsëris. Është e mundur pa gjykimi me drejtësi dhe barazi mes njerëzve, është e mundur vetëm nëpërmjet diturisë të domosdoshme fetare. Edhe nëse njeriu nuk e ka, ta themi plotësisht, ta themi aq hollësisht, të ketë këshillues, njerëz të cilët dinë dhe njohin fen Allahu subhanahu wa taala, të këshillohet me ta dhe nxjerr gjykimin e drejtë. Pra domosdoshmë është dije fetare. Dituri rreth realitetit ku jeton, duke pasur edhe fuqi për të nxjerrë në pa, pra të ketë forcë, të ketë mundësi të dëgjohet fjala. Njëri mund të ketë dije por se të dëgjohet fjala. Edhe nëse ngre dorën ose flet, nuk i dëgjohet zëri, nuk ka asnjë lloj ndikimi. Pra këta njerëz të kenë kujdes dhe të mos përzihen me këto vende. Dhe mos u shko pas dëshirave të padrejta. Dhe kështu të devijosh prej rrugës së Allahut. Wala tattabi'il hawa yudillaka an sabilillah. Mos shko pas dëshirave të padrejta. Kur mos e paso epshin, që ai të bëjë që ta anosh padrejtisht nga i afërmi, mikuj, i dashuri, apo të ndikohesh nga urrejtja për tjetrin, sepse kështu do të devijosh prej rrugës së Allahut që është rruga e drejtë. Pra, mos shko pas dëshirave. Po të vëresh me kujdes, fjala hawa çfarë është? La tattabi'il hawa. El hawa, çfarë është el hawa? Në arabisht kupton prirjen e shpirtit drejt asaj që i pëlqen. Pra dëshira për të përmbushur çdo lloj dëshire, çdo lloj prirje dhe pasioni që ka njeriu. E drejta apo e pa drejtë. Pra epshi kjo është el hawa. Pa marrë parasysh nëse ajo është e drejtë apo e gabuar. Dëshiron se s'bën që ta përmbush atë. Tani ekzistenca e dëshirave që ka njeriu në zemër është diçka që nuk mund ta pengojë dot njeriu, apo jo. Shpesh njeriu e ka dëshirën për të arritur diçka. Nuk është se kjo mund pengohet, se kjo është diçka që është e pamundur njeriu ta pengojë. E dëshiron diçka njeriu, pra një favor ose një interes etj. Madje mund të ketë dhe urrëtie për dikë. Mund të ketë urrëtie. Është diçka e cila, domethënë, është e pamundur që të shmanget nga njeriu. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë, nuk thotë la tahwa, pra të mos ekzistojë hewaja në zemrën tënde. Po thotë wala tattabi'il hawa, mos i shko pas hewas. Hewaja, pra dëshira është në shpirt. Dëshira për përfituar, për kënaqësi, epshet të gjithë janë. Por mos e ndiq pas, mos i shko pas. Subhanallahu, ajet shumë i rëndësishëm. Çfarë thot? Pra Allah subhanahu wa taala ka krijuar njeriu me emocione, me dëshira, ndjenja, prirje, por ndalimi qëndron në ndjekjen e asaj, pra ittiba'ul hawa, ndjekja, pasimi i hawas, ti shkosh pas, ti bindesh asaj. Do thotë që të refuzosh dijen e pastër fetare, të saktë, të drejtësisë, të refuzosh besimin, të refuzosh domethënë gjykimin e drejtë që e pëlqen Allahu subhanahu wa taala, të refuzosh rrugën e drejtë. Dhe këtë po e bën tashmë me vetdije. Sepse është hewaja, pra dëshira jote po të bën që me vetdije ti largohesh të vërtetës. Të tilla situata çdo njeri duhet i shmangë. Pra kjo këshill kur thotë mos e ndiq hewan, nuk është vetëm për udhëhecin ose gjykatësin, kadiun. Pra është për të gjithë. Megjithatë këta janë në krye, pse? Sepse këta kanë të bëjnë me drejtat e njerëzve. Do të gjykojnë mes njerëzve. Nuk kanë vetëm veten e tyre mbi supe. Kanë gjithë ata qytetarë dhe banorë të këtij vendi kanë mbi supet e tyre. Prandaj thotë mos e ndiq hewan. Nuk janë treguar që el hawa, dëshirat, prirjet e njeriu, shfrenimi për të përmbushur çdo lloj synimi që ka në veten e tij, është nga shkaqet kryesore që bën njeriu të devijojë nga e vërteta. Pra nëse thua për shembull, pse devijon njeriu nga e vërteta? Si është e mundur që ai se pranon të vërtetën? Ç'është kjo që ai refuzon këtë, kur është kaq e qartë çështja? Është shumë e qartë, dhe ai nuk e pranon. Kuptoje? Që është el hawa. Edhe Allah subhanahu wa taala çfarë thotë? E fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'di Allah. A ke para të thotë që si Zot që i bindet, e adhuroni, nështrohet, e pason, ka marrë epshin e tij. Kush është Zoti i këtij? Epshi i tij. Ja kështu janë. Shikoj njerëzit sot, janë të adhurues të epshit. Shumë nga ata njerëz që shikojmë sot në dynja. Epshi i tij thotë. Thotë Allahu, wa adallahu Allahu ala ilmin.
dhe Zoti e ka humbur sipas diturisë së tij. Kjo ka dy kuptime. E ka humbur ala ilmin, pra edhe pse ai njeriu që ndjek ka dituri, edhe pse ka dituri, Zoti e humbi nga rruga e drejtë. Pra dituria thjesht njohja e të vërtetës, mos kujton se të bën që ta ndjekësh atë. Ka nevojë që të ushtrohesh mirë, ta shtrosh kurizin, ta mposhtësh veten dhe hawan. Ose kuptimi tjetër, që edallahu Allahu ala ilmin, pra ala ilmillah, pra e humbi Zoti atë, sepse Allahu e di mirë se çka në zemrën ai. E di Zoti niyetin e tij. Nuk ja hedhët Zotit. Mund t'ja hedhësh njerëzve, bërës edhe vetes mund t'ja hedhësh, po jo Zotit. Wa edallahu Allahu ala ilmin, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dhe ja ka vullosur dëgjimin dhe zemrën e tij thot. Dhe mbi vështrimin e tij ka vendosur perde. Pra nëse e merr epshin për Zot, o vëllezërit e mi. Atëherë, kjo është shkak që të ta vulos Zoti zemrën, të vulos dëgjimin, të mos dëgjosh me diçka që të bëj dobi. Mund të flasin njerëzore ke frikë Zotin se po më hyn në hak, ti nuk e dëgjon nga yvesh. Vazhdon. Dhe të ka vënë Zoti perde, nuk shikon që je verbuar. Thot Allahu në fund të këtij ajeti që përmenda, fe me yehdihi min ba'dillah. Përveç Allahut, kush mund ta udhëzojë këtë njeri? Vetëm Allahu e udhëzon këtë njeri. E vetëm ja zgjidhe për këta njerëz që kanë hyrë në këto rrath, është vetëm pendimi i sinqert tek Allahu xhaleshani. Hiq dorë nga zullumet. Hiq largohu nga të gjitha këto lloj pushtetrash, lloj, domethënë postesh, të cilat të bëjnë që të mbushesh me gjunafe. Se do vjen momenti që mbase ta vulon Zot, ta vulos fare Zoti zemrën subhanahu wa taala, dhe nuk ke më fare mundësi që të kthehesh. Vetëm nëse Allah më mëshirën e tij. Dhe ai shikon, është i ditur, është i urtë Allahu xhaleshani. Nuk i bën një lloj të gjithë. Të mirën do t'i jap hajrin, të ligun nuk le pa ja lar atë që meriton. Kështu që vëllezërit e mi, kujdes. Fjala hawa, pra mos ndiq hawan, mos e ndiq epshin. Pra një mësim i thjesht, nëse ndodhesh përballë një këshille, të vjen një këshill nga dikush, të thuhet për diçka, ke frikë Zotit dhe vepron në këtë formë, vihesh përballë një dileme, një qëndrimi, çfarëdo qoftë ai, qoftë ekonomik, qoftë moral, në gjitha drejtimet. Shiko me kujdes, dhe rruga e drejtë është kundërshtimi i epshit. Dhe ndjekja e asaj që thot Zoti subhanahu wa taala. Edhe nëse ta thot një njeri që mbase nuk e ke qef. Një njeri që s'e ke qef, mbase ta thot një këshill, ul kokën dhe thuaj, kjo është e vërtetë. Mbyllë gojën, vazhdo rrugën. Edhe pendohu tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, kjo është arsye pse thuhet mos e paso dhe jo mos e kesh hewan, sepse hewan edhe epsh edhe dëshira dhe prirje çdo njeri ka, dhe nuk mund ta shmangësh dot, por mos e paso. Dhe kjo në fakt kërkon përpjekje të madhe tek njeriu. Në Koran ndalimi i gjunafeve zakonisht drejtohet tek veprimi, jo te ndjenja e brendshme e njeriu që është e natyrshme. Pra kur ndalon nga gjunafet, Allahu xhaleshanu ndalon jo domethënë që mos e kesh prirjen e dëshirën për gjunafe, sepse me atë të ka sprovuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu e ka vendosur dëshirën në zemrën tënde. Se meqenëse nëse Zoti s'donte që të kishte prirjen e dëshirat për të mbushur kënaqësitë, Zoti kisha ato, por të ka sprovuar Zoti dhe kërkon prej teje të bindesh dhe të kesh durim, të kesh qëndrueshmëri në fenë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është gjithmonë përplasja është momentin e parë. Momentin e parë e kalove provimin, alhamdulillah, pastaj vjen thjeshtësohet. Dhe të bëhet sistem jete për ty. Alhamdulillah. Nuk kemë vështirësi. Pra Allahu nuk e ndalon ndjenjën e zemërimit, por ndjekjen e saj me padrejtësi. Nuk e ndalon dëshirën për të pasur apo dëshirën për diçka, por ndal të abuzuarit me to dhe shkuarin domethënë kalimin e kufive. Pra kjo është feja e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë feja e Zotit për çfarë është vëllezërit? Ka zbritur Zoti fen për të disiplinuar sjellje dhe domethënë jetën tonë. Apo jo. Pra alhamdulillah. Prandaj urdhi mos e paso hewan, nën kupto mos e ndiq dëshirën tënde në mënyrë që ajo të udhëheq drejt devijimit. Ky është një urdhër për vetë përmbajtje dhe vetë disiplinë, jo për shuarje të ndjenjave, sepse njeriu që ndjen dëshirë, por e frenon për hir të Allahut, arrin një shkallë të lartë të shpërblimit tek Allahu xhaleshah. Një gjykatës mund të ketë dëshirë hewado për t'i dhënë të drejt mikut të vet. Sepse në një gjykim dikush njëri prej të dyve është miku jot dhe ti dëshiron që të mos të trishtosh atë, do t'i japësh të drejtën atij. Ose mund të ndjej antipati ndaj një paditësi. Mund të ketë urrëti për të. Dhe kjo mund të jetë natyrshme. Mund të ketë një shkak të dikurshëm, njeriu i tillë është. Dhe ka të tilla gjëra që
më fshihen brenda tij. Por a do të gjykojë ky njeri i influencuar nga të tilla ndjenja, apo do të gjykojë me ligjin e Allahut subhanuhu teala, me drejtësi, duke mposhtur veten e tij. Ja, kjo është sfida dhe sprova e madhe që kanë në supe ata që janë në krye. Pra këta duhet të kenë kujdes. Pra kjo të pasur e këtyre ndjenjave nuk është gjunaf në vetvete, sepse është ndjenjë njerëzore. Por po të pasojë këtë ndjenjë dhe të gjykojë në mënyrë të padrejtë, ai ka devijuar nga rruga e Allahut subhanuhu teala. Kështu kuptohet urdhri dhe mos shko pas dëshirës, hewas, që të mos të largojë nga rruga e Allahut. Pra hewaja të largon nga rruga e Zotit. Dhe të bën, siç thash pak më sipër, ka rezultate të frikshme. Ulosja e zemrës, e dëgjimit, mbulimi i shikimit, pa aftësi pastaj për të parë rrugën e drejtë, dhe sa më shumë të zhytesh dhe të vonohesh, aq më vështirë bëhet. Thot Allahu subhanahu wa taala, në vijim, ata që largohen nga rruga e Allahut i pret një dënim i rënd. Për shkak se harrojnë ditën e llogarisë. Jepin shkak. Kush është thelbi i problemit? Nuk besojnë në gjykimin. Nuk besojnë ditën e llogarisë para Allahut subhanahu wa taala. Kaq. Kjo është, domethënë, shkaku. Thelbi, domethënë. Ky është shkaku që njerëzit bien në gjuna dhe i largohen të drejtës, sepse nëse do të kujtoni vazhdimisht ditën e llogarisë, frika do t'u ambushte zemrën dhe kur nuk do të anonin nga dëshirat devijuese. Të gjithë ata që devijojnë dhe lënë hares këshilla dhe mesazhet e Allahut xhaleshanu kërcënohen se ditën e llogarisë do të kenë dënim të ashpër. Pra, ditë e llogarisë fillon që në momentin kur njeriu vdes, o vëllezër e mi. Pra, njeriu e harron momentin e vdekjes. Do të vijë meleku, i thot. Do të vijë meleku, tani do të marr shpirtin. Nëse të vijë meleku tani në moment, i thuash dikujt, që është duke bërë një padrejtësi, do vendos diçka të keqe. I thuash tani po të vijë meleku, do dëshiroje ta bëj atë të keqe. Tani do të vijë meleku të marr shpirtin. Edhe ti do largohesh, do fillosh jetën e ahiretit. Do guxonte kush ta bënte diçka të tillë. Pa të bënte atë zullum. Thjesht njeriu e harron, edhe muslimani, subhanallahu, edhe muslimani. Se muslimani harrohet. Zhytet në rutinën e përditshme, me dëshirat, i zbukurohen dynjaja. Ndonjëherë zemërimi ja verbon shikimin, urrëtia që mund të ketë ndaj dikush, ndaj dikujt domethënë, ose hasedi, zilia, çmira që e ka mbushur zemrën e tij. Edhe bën vaki domethënë kjo ja e rëson atë. Kjo është ose e zbeh çështjen e frikës së ahiretit. Prandaj Allahu xhaleshanu ka bërë namazin 5 herë në ditë vëllezër e mi. Dhe jo 5 herë në ditë, por se Fatihan e lexojmë 17 herë të paktën. Namazin farz, rekatet farze. E lexojmë 17 herë gjatë ditës. Çfarë themi në Fatiha? Cili është ajeti që ta shkund mirë zemrën në surën Fatiha që ka të bëjë me këtë që po flasim? Cili ajet? Maliki yawmiddin. Edhe ishte pa dyshim, në ozon rrugë drejt që o Zot mos vëm atje, ti e ke mirë. S'do të vesh te gjykimi, po ai që ta shkund zemrën subhanallahu është Maliki yawmiddin. Sunduesi ditës së gjykimit. La ilaha illallah. Domethënë çdo rekat namazit i thua falënderojmë tok Allahut, me radhë deri thua Maliki yawmiddin, sunduesi ditës së gjykimit. Përse ne ka detyruar Zoti këtë gjë? Që nga namazin namaz bërë në i padrejtësi, në i zullum, thot ditë e gjykimit. Pa a mendojmë në namaz? Kur e lexojmë Fatihën, a e mendojmë që apo lexojmë Fatihën? A e mendojmë që kuptimi ka Fatihaja? E mendojmë ti që? Allah nuk e di. Se nëse njeriu mendon, do t'i vi turp. Do t'i vi turp, do më thënë, nëse thot, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdërime i takojnë Allahut. Si po thua lavdërime i takojnë Allahut? Ndërkohë ti po lavdëron Allahun kur shpërfill ligjin e tij, po lavdëron Allahun zotrote. Po lavdëron Allahun kur ti do mbien gjunafe. Edhe do as e përfill fjalën e tij gjatë gjithë kohës derisa të vi namazi, po bën gjunafe, lavdëron Allahun ti. E thua Ar-Rahmanir Rahim, ti je mëshiruesi, mëshirbërësi, si mëshiruesi. Për kë? Për zullumçarin, për ata që shpërfill besimin në Allahun subhanuhu teala. Maliki yawmiddin. Si mendoj fare? Ty të adhuroj o Zot. Ka adhuron ti? Ka adhuron? Ty të adhuron, ka adhuron ti. Ti adhuron nefshin, paran. Se tani sa undave bëre një zullum. Tani i rënë qafat i tjetrit, ja more të drejtën. Tani sapo, domethënë e dëmtove pasurinë e nderin e tjetrit. Tani ja prishe fytyrën tjetër duke folur, duke shardhur. Si e beson ti Allahun, domethënë thua që vetëm ty të adhuroj Zot. Jo, vallai ti adhuron nefshin. Kështu që namazin ta marrim seriozisht. Se vallai domethënë çështja e frikës së ditës së gjykimit është shumë e rëndësishme. Prandaj përmendet shumë herë nga çështjet më të domosdoshme.
Shumë nga të parët theshin asnjëherë nuk mund të ri dot pa e përmendur vdekjen dhe ahiret. Nëse le pa e përmendur, kalon një orë pa e përmendur vdekjen, prishet zemra ime. Një orë të kaloj, domethënë pa e përmendur vdekjen, prishet zemra ime. Pra njeriu ta mendoj që jeta e kësaj dhunjaje është e shkurtër, do kaloj. Edhe ta përmend vazhdimisht faktin që do kthehet tek Allahu xhaleshana. Prandaj dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shkaku që ata bëjnë këto zullume sepse harrojnë ditën e llogarisë. Yawm al-hisab. Bima nasu yawm al-hisab. Llogaria tek Allahu xhaleshana. E dish domethënë llogaria? Se filloi me vdekjen. Dhe aty gjë e parë do pyetesh një 3 pyetje, do të kalosh apo jo. Pastaj Zoti na ruaj. Ai që vjen më pas, Uthman ibn Affani kalonte te varri dhe qante sa do Mekë. Ai sa i thoshin kur përmendet xhehenemi nuk janë kaq shumë kur përmendet varri. A thot varri thot është hapi i parë drejt ahiretit. Hapi i parë. Nëse pas ti në këtë hap, në këtë përballje të parë del mirë, ai që vjen më pas është mirë. Nëse del keq, Allah na ruaj. Pra vëllezërit e mi, çfarë është yawmul hisab vëllezërit e mi? E dini ç'është yawmul hisab? Sa zgjat dita e llogarisë vëllezërit e mi dini? Dita e llogarisë 50.000 vjet. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ose si thot në hadithet shumë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Je i gatshëm të qëndrosh 50.000 vjet të presësh para se të vendoset, të jepet verdikti i gjykimit për ty. Se dhande me gjykime bëhet fjala. Bëhet gjykime nga i drejti. Peshon çdo thërmi të vogël të madhe. Je gati të qëndrosh 50.000 vjet? Si thot domethënë e para një 50 vitet e para qëndron vetëm aty ku ke këmbët. Domethënë edhe kokën lart, duke pritur dhe nuk di fare se ç'do bëhet. Pastaj edhe nëse vendos ai që s'ka dhënë zakatin Allahu na ruaj. E vendos në një fushë të hapur, se ka dhënë zakatin e deleve, se në kohë të profetit, se deleve, të lopëve, të deveve, të profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe të floririt. Se ka dhënë zakatin ai. Vihet një fushë të hapur thotë. Dhe tufa e deleve i shkojnë dhe e shkelin me thundrat e tyre. E shkelin të gjitha, kalojnë nga krahu tjetër. Dhe pastaj ngrihet, përsëri lëshohen dhe e shkelin. Kështu do të vazhdoj thotë një ditë që zgjat 50.000 vjet. Je dakord? Je rahat? Të zgjat 50.000 vjet? Thjesht vetëm sikur 50.000 vjet të lënë ulur në karrige. Mos kesh asnjë lloj problemi ose vuajtje, valla është tmerr, po ta mendosh. 50.000 vjet. Që vëllezërit e mi, pse të mos jetë llogaria e thjesht, ose mos kesh llogari fare? Ta adhurosh Allahun xhaleshanu, me jetë modeste në këtë dynja, pa këto përgjegjësira, sidomos në kohë të trazuara si kohët e sotme. Largohu nga përgjegjësitë e mëdha. Merru me veten tënde, me familjen tënde, me ata që kanë përgjegjësi. Kujdesu që të japësh hakun çdo kujt, të mos i hysh në hak. Kaq kjo është jeta, domethënë e plotësuar, sidomos në kohë të trazuara si sot vëllezërit e mi. Pra, përse njeriu ta ver veten në rrezik vëllezërit e mi. Elus Allahu na ruaj, na bëj llogari të thjesht, ose pa llogari fare, më mirë akoma. Allahu mështa. Ky është shkaku që njerëzit bien në gjuna dhe i largohen të drejtës, sepse nëse do kujtoni vazhdimisht ditën e llogarisë, frika do t'u mbushte zemrën dhe kur nuk do të anoni nga dëshira devijuese. Të gjithë ata që devijojnë dhe lënë në harres këshilla dhe mesazhet e Zotit, kërcënohen se ditën e llogarisë do të kenë dënim të ashpër, do të kenë llogari të vështirë. Sa më shumë zullum vëllezërit e mi, aq më shumë errësirë. Sa më shumë padrejtësi ndaj njerëzve, dhe zakonisht ata që kanë njerëz mbi supe shumë, janë më të prirur të bëjnë padrejtësi. Pra kujdes, sa më shumë padrejtësi, aq më shumë errësirë ditën e gjykimit. Vjen dikush me vepra të mira, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Ditën e gjykimit, me sevape sa malet. E tohames, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, tohames vargmalet të gjata. Dhe thot, vjen thot, dhe i ka bërë padrejtësi filanit, e ka shar filanin, i ka hyrë në hak filanit, ka përgojuar filanin. Pra, ka goditur filanin. Dhe secili nga këta i marrin nga sevapet e tij. I marrin sevapet e tij. Nëse mbyllën sevapet, s'ka më sevap, i japin nga gjunafet e tyre, mbaj me shëndet. Se s'kam ku tjetë të gjunafet e mia, mbaj me shëndet, edhe mbushën me gjunafe. Zoti na ruajt. Po këta që s'kan fare sevape, as namaz, as besim tek Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit, as të mëtëruan nga gjunafet, janë të mbushur me lloj zullumesh. Dhe përveç kësaj, bëjnë dhe zullume të tjera. Përveç kësaj vrasin edhe njerëz të pafajshëm. Ju bën qaf atyre që janë të pastër, janë besimtarë tek Allahu xhaleshanu. E mendon se çfarë i pret ta njerëz. Allahu mështan. Mos e keni zili në pozicionin e tillë njerëzve. Allahu mështan.
sa do të pasur të jeni në kësaj dynjaje. Nuk ka vlerë lloj pasuria, as lloj kënaqësie social. Ibn Abu Hatim sjell rëfimin nga Ibrahim Abu Zurra, i njohur për leximin e librave të hershëm, se një herë Walid ibn Abdul Malik i kishte thënë. Pra e kishte pyetur tashmë, po e pyet këtë njerëz që kishte dije për librat e vjetër, pra e pyeti. Walid ibn Abdul Malik, një prej udhëheqësve, halifeve. A do të merret në llogari halifi? E pyeti, halifja, udhëheqësi. Të pyet sepse ti ke lexuar si librat e hershëm edhe Kur'anin dhe ke kuptuar mirë çfarë thuhet në to. Unë i thash, o udhëheqësi besimtarëve, a të flas hapur? Se po më pyet si udhëheqës, a të them troç? Do të thotë apo do të bëj qefin? Si e do? A të flas hapur? Ai tha, fol, dhe në sigurinë e Zotit. Se Allah, ti thua vërtetën po. Ti thua vetëm pyete, po s'dihet se nga merr gjykimi i udhëheqësit, Allahu mustan. Ai tha fol dhe në sigurinë e Zotit. Unë i thash, o udhëheqësi besimtarëve, vallë ti je më i nderuar dhe më me vlerë tek Allahu apo Daudi alayhis salam? Kush është më me vlerë? Dihet që Allahu i lartësuar bashkoi tek ai profecinë dhe mbretërimin, udhëheqësinë. Megjithatë, ai e kërcënoi dhe paralajmëroi në librin e tij kur thotë, ata që largohen nga rruga e Allahut, i pret një dënim i rënd. Për shkak se haruan ditën e llogarisë. Mendoj, i drejtohet ky ajet kujt i tha? I tha Daudit alayhis salam. Gjykatësi i drejtë, gjykatësi i mirë, mbret, nga më të rrallët në faqen e dheut, s'ka pasur si këta mbretër. E megjithatë i thotë, ata që largohen nga rruga e Allahut, ndjekin hewan, epshin dhe ju bën zullum njerëzve, ata i pret dënim i rënd. Shkaku sepse haruan ditën e llogarisë. Pra mos e haro kur ditën e llogarisë. Merre vetën në pyetje. Për çfarë do të pyes Zoti? Do të pyes për gjithçka që e ke mbi supe. Prandaj do përgjegjësia që merr duhet ta dish mirë kush janë përgjegjësitë e saj, kush janë detyrimet e tua, ku janë domethënë kufitë e tu, cilat janë ato që të peshojnë në kurriz. Do ta marrësh mirë parasysh. Në mënyrë që të mos dalësh ose mos mbetesh në klasë. Dhe pastaj të t'jap Zoti ndëshkimin e merituar. Në lidhje me fjalën e Allahut, ata që larguan nga rruga e Allahut i pret dënim i rënd, për shkak se harrojnë ditën e llogarisë, Sudiu shpjegon dhe thotë, domethënë ata do të kenë një ndëshkim të ashpër dhe të rënd për shkak se e braktisën punën dhe përgatitjen për ditën e llogarisë. Pra puna dhe përgatitja për ditën e llogarisë është e domosdoshme. Përgatitja për ditën e llogarisë është një nivel që kanë të gjithë njerëzit. Siç është, domthonë detyrat, farzet ajn që ka çdo njeri, pra dhe farzet personale. Falja namazit, agjërimi i Ramazanit, pra kushtet e Islamit që ka çdo njeri ka, çështja e akides, besimet e tij, pra ai është përgjegjës çdo njeri. Por janë disa detyrime që në varësi të pozitës që kanë në shoqëri, pozicionit të tyre, profesionet të tyre ndonjëherë, disa njerëz janë më të ngarkuar se disa të tjerë. I varfri për shembull nuk do të pyetur për pasurinë në kuptimin e dhënies së zakatit apo jo, sepse ai s'ka pasur pasuri që t'i jap zakat. Ose që të kryej haxhin, se s'kishte mundësi. Ai i cili është mjek do pyetet për detyrimin që ka si mjek, ku është kufiri i lejimit, ndalimit. Ai që është tregtar do pyetet për çështje tregtive, ai që është domethënë inxhinier etj. Pra të gjithë do pyeten sipas profesionit dhe përgjegjësive. Prandaj çdo njeri duhet të kujdeset që të mësojë mirë përgjegjësitë e tij, se përgjegjësitë nuk janë vetëm ato personale që kanë të gjithë. E po mirë unë vetë fal namazin tash. Po mirë fal namazin dakord, por se ti ke ca përgjegjësi të tepërta, më shumë. Nëse je vetë fillikat, si tha domethënë ke në dorë vetëm veten tënde, ti për veten tënde je përgjegjës apo jo? Po nëse do martohesh, je përgjegjës për gruan tënde. Pastaj do bësh me fëmijë, je përgjegjës dhe për fëmijët e tu, ose për ata që kanë përgjegjësi. Nëse ke një përgjegjësi diku të zhvën një post ose ke një detyrë, do ta marrësh vesh mirë me kujdes. Pra ideja është çfarë? Përgatitja për ditën e llogarisë. Nuk është vetëm në çështjet e ngushta personale që mund të kenë të gjithë njerëzit që kanë përbashkëta. Por edhe në çështjet e tjera që secili njeri mund të ndryshojë në varësi të asaj që ka thënë Allahu xhalesha. Pra vëllezërit e mi do të kujdes secili me postin që ka, imami ka detyrën e vet, muezini ka detyrën e vet, miftiu ka detyrën e vet dhe ka përgjegjësitë tek Allahu xhalesha, udhëheqësi, polici themi, ai që ruan domosdoshmë secilin këto detyra, secili ka detyrimet e veta dhe duhet këtë frikë Zotit. Se ndryshe vallahi do të përgjigjet tek Allahu xhalesha. Mos kujto se jeta, rutina e jetës, domethënë harohen gjëra që ndodhin këtu, jo vallahi, të gjitha do shënohen, do merresh përgjegjësi. Prandaj njeriu kur thot përgatitje për ditën e llogarisë,
Mos kujto se është vetëm e ngushtë, unë e fal, po unë falem, sa thonë kështu, unë fal Bajramin. Unë fal Bajramin. Sa thonë unë fal Xhuman. Po unë i fal vaktet, 5 vaktet. Po unë falem në xhami të 5 vaktet. Domethënë duke ardhur njeriu duke, jo, s'janë vetëm këto jo. Përgatitja për ditën e llogarisë është në të gjitha aspektet. Halali, harami, qëndrimi brenda kufive, Allahu musta'an. Lutem Allahun të na ndihmoj. Allahun të jemi të drejtë në jetën tonë, në adhurimin tonë, në qëndrimet tona. Allahu na ndihmoftë vëllezërit e mi. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.